Një brez që u konsiderua gjatë si i përhumbur pas ekranit të telefonit, i mbyllur në botën e rrjeteve sociale dhe i pa interesuar për politikën, sot po përvjohet si një aktor i rrezikshëm nga regjimet nazi. E quajtur tashmë gjenerata misterioze Z, kjo lëvizje ka filluar të prodhojë tronditje reale politike. Nepali, Indonezia dhe Filipinet kanë qenë skenat e para kur rinia e zhgënjur ka sfiduar pushtetin, shpesh me metoda të papritura dhe të organizuara online, ka shndërruar pa kënaqësinë sociale në furinë e protestës. Dhe tani është rradha e Indis, superfuqisë së re të Azis, ku Ladakh, rajoni i brisht në kufirin me Kinën, është përfshirë nga përleshje të dhunshme midis protestuesve dhe policisë. Këto lëvizje kanë një tipar të përbashkët, shpërthejnë papritur, pa një strukturë klasike organizative, por me një energji të jashtëzakonshme që buron nga frustrimi ekonomik dhe nga mungesa e përfaqësimit politik. Në Ladakh, për vite të rinjt kanë kërkuar që territori i tyre të ketë institucione të zgjedhura dhe garanci për punësim. Injorimi i vazhdueshëm nga qeveria e Narendra Modit ka shndërruar marshimet paqësore në një revolt që përfundoi me zyra partije të djegura dhe viktima mes adoleshentëve. Por çfarë bën këtë brez kaq të rrezikshëm për regjimet? Ekspertët theksojnë se janë tre faktorë: përdorimi i teknologjisë për të organizuar protesta në mënyrë horizontale dhe të shpejtë, prirja për të sfiduar autoritetin pa frikën e represionit tradicional, fakti që nuk kanë asgjë për të humbur, papunësia, pasiguria dhe mungesa e shpresës i kanë kthyer në katalizator shpërthimesh sociale. Në Nepal ata sfiduan sistemin e vjetër monarkik, në Indonezi reaguan ndaj korrupsionit dhe dëmtimit të mjedisit, në Filipine ndaj autoritarizmit të trashëguar nga familja Marcos. Sot në Indi, ata kanë dalë kundër një regjimi që i përjashton nga procesi politik dhe që shtrëngon kontrollin mbi territoret e brishta. Nesër, kush e di në cilin vend tjetër mund të shpërthejë kjo energji? Gjenerata misterioze Z nuk ka lider të njohur, nuk ka një ideologji të vetme, por ka një armë që regjimet nuk din ta ndalin, një mobilizim spontan që vjen nga poshtë dhe që shpërthen me dhunë kur institucionet mbyllin dyert. Dhe ky fenomen, nga Himalaje deri në ishujt e Azisë juglindore, kthehet në një sinjal alarmi për qeveritë autoritare, një valë e re protestash që mund të rrëzojë sistemet që dukej se kishin kontroll të plot.